Prindër të 4 fëmijëve, këta janë çifti bashkëshortëve që u vran me breshëri plumbash në Lezhë. Një atentat mafioz tronditi Lezhën këtë të diel, 26 prill, ku humbën jetën bashkëshortët Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, përkatësisht 39 dhe 32 vjeç. Çifti prindër të 4 fëmijëve po udhëtonin në aksin Baldren Torovic, kur autorë ende të pa identifikuar u kanë zënë prit dhe kanë qelluar në drejtim të tyre me breshëri plumbash. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:50 në dalje të fshatit Baldren. Rreth orës 14:50 në dalje të fshatit Baldren Lezhë në rrugën Baldren Torovic, në rrethana ende të paqarta, është qelluar me armëzjari në drejtim të automjetit tip Audi me drejtues shtetasin KM 39 vjeç, i cili udhëtonte së bashku me bashkëshorten e tij shtetasen GM 32 vjeç. Si pasojë të shtënave, të dy kanë humbur jetën në vendngjarje. Shërbimet e policisë pas marrjes njoftimit kanë shkuar menjëherë në vend dhe vijojnë kontrollet në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorëve, njoftoi policia.